Mirë se ju gjetëm, faleminderit shumë që e hapë derën pa ngurim. Si jeni? A jeni mirë? Mirë. Me shëndet? Po mirë, po do të më thonë. Unë me quna Mustafa Zia, fshati Brbënish, edhe rënoj apet këtë fshat dë bukur të mirë. Edhe fshat ka qenë fshat i popularizum, i mirë, nuk ka pas kur farë probleme, kem qenë një zonë për me zbukuru këtë fshat gjithë, edhe çdo kush ka arë ka qenë pjesë marës i këtujt, i kem bo kanak, i kem bo mirësi, i kena bo çdo qysh, jena përpjek, me ju bo, bashkë shkak i kësaj lufte, kanë qenë panumë njerëz në këtë treo, që kanë hongër buke, kanë pi, në qatë krizën, në qatë moment, veç jena ballafaqur, qysh kena mujtë, kush ka inë këtë treo, o dali knaqëm, me në mundësia. Aq Brboniqi është një fshat shumë i tretës, po thoni edhe shumë bujar, që keni dëshmuar edhe në luftën e. Më në luftën e ka dëshmuar, edhe para luftën ka pas dëshmin, që ka pas këtë fshat bëll, do këtë si rrëtë me malë, veç burat që kanë qenë këtë treo, o zërë me gjithë sot ata burra, se kanë ecë, mirë për kanë lënë pasar të vetë, edhe mirë, nuk ka pas probleme, nuk ka pas iniciativat, ligat, seneve, gjithë mirësi ka qenë këtë fshat. Mirë po që ka o tash pak e brëngosim që jem, populata na u ka shpërngull këgja fort, rinjin bashkë me pas Kosovë vital, me majtë për veti, po na do të me shërbyti tërkuj, se qashtu në erë puna. Nuk ka orë besët, po na u ka gatu neve pak ma heret, për me ezdi ka, se rëduft i darja, qështu me konë. Aq apo më tregon ndonjë karakteristik që e ka Brboniqi për dallim prej fshatrave të tjera, sepse ju e dim që për shkak edhe të punës suaj i njihni thuajse të gjitha fshatrat e Kosovës, a është kështu? Pa në gjyhim, në përgjësi, nështë do nuk i morë veç për që trevë, që ka qenë një trevë shumë e mirë se Brboniqi edhe me kohën e Maljak e 2 herë ka djegë mreti, këtë fshatë. Me qitë luft e dëshmojmë që 3 herë që djegë. Unë e babgjyshin e kom dekum një drizot shkupit a zvorën që a di, ka liftu me mretë, se gjithë kush ka këshirë me sundu dikonin, ka qenë mbrojtje me shumë shok të fshati, edhe në ballafaqua me gjdo dhunë, me po gjdo qysh i kam bo rezistencë për me mbrojtje të anë. Ka të një mirë, ka tonë me bujësi, puna toke, se sanë, ma tepe jem me bjeshtu merëm, se do më thonë që nuk ka tokë pjellore që ashtë fort. Për shkak të relievit, me shumë me këtë pjesën e blektorisë, apo jo? Po, me blektorien merë ma shumë kohën e përpashëm, që tash valla ka stagnuar në përgjësi. Jo veç në kitë fshatin tamë, po marë Kosova ka stagnuar, ka bujësia, e ka me dosen që i kina përdorë ma heret, tash nuk jënë të i përdorë, edhe dur që ke punë gurbeti ecin, rinia ecin pak shkollimi, e sen e bonit vete, i në për unë qytet, në dikur ku ka gjithë vete ma mirë, e që së senësh. E një ditë e zakonshme ju kja, qysh është në Brboniq? Valoj, unë jam i knoqim që rënojnë këtë 3 shkurt, se nuk ka, ku thasë e pare, nuk ka kur farë problemi, ose ka të një qetë, ka të njëni tjetër që të zatetën bojnë mirësi që i kajnë halët e veta, edhe probleme nuk ka, qaja ma kërësorja, mes njëve. Apo më të regon, du më thënë, përmende që në këtë zonë janë njerëzit gogja trima, por kënde veçoni më shumë ju si fshat? Pasha zëtë pa i trima, tash do të me konë matë shkollu, matë butë, matë mjesë, unë të kalzova që babgjyshi se kom zatetur, po më thojnë që ka vdek në burgjët të drizove. Ka qenë, që tash për të më, ka qenë që kër i ndarë për i saj treve me shkunë në për qytet, i kanë këqyrë popli që pa bura shënë, që janë këti fshati që i ndalë 10 burat. Shumë.
E sot po thoni që ka ndryshuar, apo jo? Pa, ka ndryshu, pak zbutja e njerëzve, shkollimi, pak e sen e krejt. Ju zbut veç apet mirë shumë. Unë apet i knaqëm jam me gjithë shokë që rënën këtë ven, edhe mirë ka, nuk ka probleme. Aq po e përmendim pak edhe Kadri Veselin, për shkak se është bashkëfshatari juaj, edhe të gjithë njerëzit në këtë zonë e përmendnin. Pa Kadri Veselin, me të kaldu që nuk ka veç i sotit Kadria, po është me sheku i familje. Me sheku i familje, po jo. Familje mikpris, familje vlla dashtëm, kanë qenë fshati me gjithat pajtim kanë qenë edhe prima të fort. E neve kemë dhimi para djallë, edhe pa marë parasysh për çdo shqiptar që pendohet pa drejt në dhimet veç, sidomos që e kom fshatar, edhe kom temin, dhimet ma fort. Se ka qenë ideali shumë i zgjellshëm, ka qenë ideal e ka kuptu që ka një liri që duhet me pas një popull mërnohë. Qështu për ta. Djallë është që ka thonë i lumi i ligi për i fortë, për e dikush për nasë lënë se gjenocidi që ju bonë këtë vend, e na me fku në për buzë, kazamatat në për Evropë, pa kur gjë, veç mujnë me na bo që atonë, pra Evropa do të më kone drejtë si me qërë sytë se çdo popull e dënë një pavarësi, e dënë një liri mërnohë.